Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve. Vjosa Osmani është zgjedhur presidente e Kosovës pas 3 raundësh votimi në Kuvendin e Kosovës. Në votim kanë marrë pjesë 82 deputet, ndërsa Osmani mori 71 vota për dhe 11 të pavlefshme, të nevojshme për kreun e shtetit. Politikania më votuar nga zgjedhjet në historinë e shtetit të Kosovës, Vjosa Osmani nga lista Guxo, pjesë e lëvizjes vetëvendosje në Kuvend, është zgjedhur presidente e shtetit të Kosovës. Pas 3 raundosh votimi në Kuvendin e Kosovës, Osmani mori 71 vota, nga 82 deputet sa morën pjesë në votim, ndërsa 11 vota ishin të pavlefshme. Gjatë numërimit të votave, deputetët janë ngritur në këmbë, duke duar trokitur sapo janë numëruar 61 vota për Osmanit. Në fjalimin e saj të parë si presidente, Vjosa Osmani tha se është ndir i madh për mua, që me besimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës ta drejtoj vendin në 5 vitet e ardhshme. Sot është dita e Kosovës, është dita juaj, është ditë në të cilën vullneti juaj të dashur qytetar, i shprehur me 14 shkurt, po plotësohet dhe në të cilën institucionet e vendit të dala nga ky vullnet po konstituohen plotësisht. Është dita e Kosovës sepse përfaqësuesit tuaj të zgjedhur, duke respektuar plotësisht vullnetin tuaj, sot jo vetëm se po e përmbyllin dinjitetshëm një kaptin të zgjedhjeve demokratike, por po e vullosin edhe njërin ndër shembujt më të mirë të funksionimit të demokracisë, duke respektuar në plotëni vullnetin e qytetarëve të tyre. Është dita në të cilin ne dëshmojmë edhe një herë, sikurse shumë herë në historinë tonë, se me urti e vendosmëri ne dim t'i përballojmë sfidat dhe t'u japim atyre kuptim. Në këtë ditë, përkushtimi juaj po jetësohet dhe vendosmëria juaj që ta realizoni ëndrrën tuaj, ta rrisni e ta zbukuroni atë, me besim të pathyer në të ardhmen, po jetësohet. Sot po e përmbyllim parathënien e historisë së re të politikës në shtetin e Kosovës, që filloi të shkruhet me 14 shkurt e 22 mars, për t'i hapur rrugët kapitullit të parë të sukseseve të cilin do ta shkruajmë të gjithë së bashku. Në këtë sfidë, fitoria dhe suksesi nuk janë të njërës palë dhe vetëm të bashkuar mund të bëjmë të mundur gjithçka, tha Osmani. Dera ime si presidente do t'jetë hapur për të gjithë, nuk do të ketë parti nga pozita e opozita. Të gjithë bashkë jemi në shërbim të Kosovës, ndaj mbi këtë parim, unë jam vetëm njëra nga ju që po e vazhdoj detyrën e presidentës së vendit, të cilën e mora në rrethana jo të zakonshme, për të vazhduar në rrethana shpresoj më të zakonshme, në rrethana më shpresdhënëse. Vjosa Osmani në zgjedhjet e 14 shkurtit mori mbi 300.000 vota, duke u bërë kështu personi më i votuar në Kosovën e pas luftës. Vazhdojmë edicionin me lajme të tjera. Të gjithë besimtarët katolik kremtojnë sot festën e Pashkës në katedralen Nën Tereza në Prishtinë në ndrejtimin e peshqvit të peshqvisë së Kosovës, Imzot Dot Gjergji është mbajtur mesha soleme e Pashkëve. Në urimin e tij, Imzot Gjergji rikujtoi se Pashkët janë një festë e veçantë në botën e krishterë, ditë e ringjalljes së Krishtit dhe shpresës. Në katedralen Nën Tereza në Prishtinë në ndrejtimin e peshqvit të peshqvisë së Kosovës, Imzot Dot Gjergji është mbajtur ceremonia meshës soleme e Pashkëve. Ceremonia filloi me lutje për paqe dhe dashuri. Gjatë meshës në urimin e tij, Imzot Gjergji rikujtoi se Pashkët janë një festë e veçantë në botën e krishterë, ditë e ringjalljes së Krishtit, ditë e ringjalljes së shpresës, ditë e ringjalljes së jetës, e ngadhimit të jetës mbi vdekjes dhe e përjetësisë. Për të kremtuar që të natë, ka të shajtë të Zotit, jo vetëm e ka shpëton për ironisë e botës, për në shpëton për ironisë e djalit, për ironisë e mëkatët tonë, duke në bashkëngjitur nëpërmjet ballëzimit në jetën e Krishtit, ai të gjithë neve na shërbim, na ngrohet, na jep një shpresë që nuk mund të qimet dhe nuk mund të jep shpresë më e gjallë
se sa të shpesoj në Zotit. Ndërsa fokusi i mesazhit të tij ishte situata krijuar pas përhapjes së pandemisë COVID-19, ai kujtoi plot një vit me këtë sëmundje vdekje pruese dhe tha se vaksina mundësuar nga mjekësia për COVID-19 është një shpresë për të përballur me pandeminë. E di që këtë kohë ose këtë ditë, dhe si e ka zbutën paksat atë rutinë mjekësore, mundësia që medicina i ka dhënë njeriu për të vaksinuar, për të mbrojtur nga virusi COVID-19. Por ja që ne nuk të harrojmë kurrë që mundësia të cilën në jetë shëndetësia ose mjekësia është vetëm për të shtruar vdekjen manatare, por jo për të shtuar prej saj. Pashkët janë kremtimi më i madh i kalendarit liturgjik i Kishës Katolike dhe i kishave të tjera të krishtera, të cilat kremtojnë ringjalljen e Jezusit e ndodhur sipas beslidhjes së re 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Sot është diela Pashkëve Katolike. Besimtarët në këtë ditë kremtojnë e urojnë njëri tjetrin për begati e mirëqenie. Të ndjekim një material që na flet për këtë festë. Kremtimi i Pashkëve është momenti më i madh në kalendarin liturgjik të Kishës Katolike dhe kishave të tjera të krishterë. Në këtë ditë Pashkët shënon ringjalljen e Jezu Krishtit pas kryqëzimit, ringjallje kjo që simbolizon besimin te Zoti dhe shpresën për të gjithë besimtarët. Në vigjilje të Pashkëve, shporta me vezë, ëmbëlsira dhe ushqime tjera që servohen në tryezë me njerëzit më të dashur, fillimisht bekohen në kishë. Njerëzit nganjëherë mendojnë se festë kryesore është Krishtlindja. Por jo, festa kryesore të krishterët është festa Pashkve. Sepse kemi të bëjmë me ngjalljen e Jezu Krishtit. Krishti, ditën e premte, vdes në kryq, pra gozhdoi në kryq. E varrosin, pas dite, ishte në varr, pra të premten pas dite, të shtunën, e të dielën që ishte dita parë e javës. Sepse me kalendarin hebraik, e diela është dita parë e javës. Ditën e parë të javës ndodh ngjallja e Krishtit. Për këtë arsye edhe besimi krishterë dallon prej besimeve tjera, sepse besojmë në një njeri i cili është ngjallë prej së vdekurit. Edhe nuk është vetëm njeri, por është edhe Zot, edhe njeri. Sepse të kishte qenë vetëm njeri, asnjë njeri nuk është ngjallë. Por dallon dukshëm prej gjithë tjerëve. Sepse figura e Krishtit është figurë shumë interesante. E nderojnë shumë dhe besimet e tjera. Padër Ndue Kajtazi njëherësh uroi të gjithë besimtarët e krishterë. Fjala e parë e Krishtit të ringjallur, nxënësve vetë dhe tjerëve ishte shalom. Shalom do të thonë paqe. Te muslimanët kemi selam, pra është fjalë e lindjes mesme, shalom, edhe i biri i Zotit i uron paqe botës. Sepse pa paqe, ne nuk mund të jemi as njerëz, nuk mund ta kemi jetën në plotësi. Edhe me këtë përshëndetje që Krishti u ban gjithë njerëzve, si ringjallur, shalom, paqe, unë ju uroj paqe të gjithë shqiptarëve këtu, në veçanti njerëzve që janë në rrethin e Gjakovës, të famullisë tonë, shikuesve tuaj, jetonin në paqe sepse jeta është e bukur vetëm nëse jetojmë në paqe. Fjala Pashk do të thot kalim, pra për të gjithë krishterët do të thot kalim nga vdekja trupore dhe frymore në jetën e re të amshuar. Festa e Pashkëve të krishtera është e lëvizshme, vendoset çdo vit të dielën pasuese, të parën hënë të plot pas ekuinoksit të pranverës. Ju kthehemi informacioneve nga Gjakova. Mungesa e raportit mjekësor të rregullt po paraqet probleme për emergjencën e spitalit Isa Greza. Kjo pasi që shumë shpesh ndodh që pacientët të drejtohen në emergjencë pa një raport të detajuar të sëmundjes, i cili do duhet të merret nga mjeku familjar. Sipas një rregullore thuhet se specialistët e qendrave të mjekësisë familjare, të cilët pranojnë një rast urgjent, janë të detyruar të paraqesin raportin mjekësor për pacientin që është në gjendje më të rëndë dhe pastaj dërgohet në emergjencën e spitalit Isa Greza. Mirë po sipas stafit të repartit të emergjencës në spital, shpeshherë po përballen me mungesë të raportit të gjendjes shëndetësore të pacientit.
Si problem ne kemi adresu edhe pranë menaxhmentit spitalit, pastaj edhe menaxhmentit spitalit dhe qendrës mjekësisë familjare. Tash së fundi kam biseduar edhe me drejtorin e ri të qendrës mjekësisë familjare në Rovec, në mënyrë të ta gjejmë një gjuhë përbashkët lidhur me këtë problem, sepse kjo është bërë një problem shumë serioz, përkundër faktit se ne, pavarësisht të gatishmërisë që mund ta kemi këtu, mirë po rastet vijnë të tilla të papërgatitura, domethënë pa ndonjë histori apo ndonjë ide se për çfarë vijnë apo nga vijnë, domethënë për ne është një problem tjetër. Mungesa e raportit nga njësia emergjencës së qendrave familjare mund të çojë në shumë probleme, thonë ata. Ka pas raste që kanë ndodhur, për shembull rasti kanë marrë vdekur në shtëpi, kanë prut vdekur këtu e ne jemi detyruar të ballafaqohemi me problemin për një rast i cili nuk ka pas arsye të vijë absolutisht kështu. Domethënë që ti pengojmë këto pengesa që mund ndodhin më vonë, janë të shumta, mirë po neve shumë do të na kishte ndihmuar dhe do të na kishte lehtësuar punën, edhe do të kishim evitu gjitha këto probleme të mundshme që mund vinë si pasojë e kësaj. Kjo problematikë është ngritur si temë diskutimi edhe në mbledhjen e kuvendit komunal nga asambleisti Zef Komani, i cili njërit është psikiatër dhe të njëjtën kohë kujdestaron edhe në repartin e emergjencës. Nuk kom dash me akuzu askon, por kom dash që të përmirësohen gjërat. Prandaj bëj apel te menaxhmenti, te profesionistët shëndetësorë që kanë përvoja shumë të mëdha që ti përgatisin mjek të ri, në mënyrë që pacientat vinë me udhëzim, me një anamnezë shkurtëmorne, me një rrugë venoze të hapme, si dhe nëse është nevoja edhe me një kateterizim. Sipas profesionistëve shëndetësor, mungesa e raportit të pacientit nuk është problem profesional, por menaxherial. Problemi kyç që e kemi evidentuar ne dhe gjithë mjekët që kujdesojnë për emergjencës raportojnë gjithmonë problemin e njëjtë. Problemi është se qendrat e mjekësisë familjare në përshërbimet e urgjencës i angazhojnë mjekët që sapo kanë filluar domethënë ta praktikojnë profesionin e tyre. Domethënë janë të papërgatitur, mirë po nuk janë edhe të instruktuar mirë nga menaxhmenti i tyre. Nuk mendoj që është problem në aspektin profesional, por kjo është problem më tepër në aspektin menaxherial. Për arsye se i sjellin pacientat pa udhëzime, pa një anamnezë. Nuk kemi asgjë kundër sepse ajo është detyrë edhe jona me marr anamnezën, me kry shërbimet. Mirë po çdo minutë, çdo sekond është shumë e rëndësishme për jetën e njerit. Ani pse reparti i emergjencës së spitalit i takon kujdesit shëndetësor sekondar, stafi këtu shumë thonë se janë të gatshëm të ofrojnë shërbime edhe për rastet jo emergjente. Duke filluar nga nesër, do të hapet konkursi për pjesëmarrje në mitingun e poezisë i 57 me radhë që tradicionalisht mbahet në Gjakov. Kryesia i ka bërë të gjitha përgatitjet për këtë ngjarje të rëndësishme. Edhe pse në kushte pandemie, kryesia e klubit letrar Gjon Nikol Kazazi po bën përgatitjet e duhura për të realizuar traditën e mitingut si vjeti 57 me radhë. Kryesia e klubit vendosi hapjen e konkursit në afat prej 30 ditësh, nga data 5 prill deri më 5 maj. Ne kemi shpall konkursin, por duke qenë në rrethana të pandemisë globale, edhe këtë vit ne do shkojmë të kërshetuar fizik aq sa lejohet dhe online për ta plasuar në platformën Zoom apo diku tjetër. Konkursi fillon nga data 5 prill deri me 5 maj. Një muj ditë kanë në dispozicion të interesurit me 4 ekzemplar, sidomos për 2 çmime. Çmimin libri më i mirë Din Mehmeti, që jepet në mjet 2 mitingjeve, dhe çmimi proza më mirë tek i Dervishi. Njëkohësisht do të ndahen edhe çmimet poezia më mirë, çmimi Ali Podrimja, pastaj çmimi Nana Terez për poetin ndërkombëtar pjesëmarrës dhe çmimi Talenti i ri Ylka Domi për talentin pjesëmarrës në miting. Të interesuarit për pjesëmarrje në konkurs duhet të dërgojnë nga 3 ekzemplar të librit konkurrues, është shprehur Kurti. Ne do të përqendrohem ditat qendrore, të mbahet me ato shtyllat e veta, temën e tribunës, të mbahet me orën letrare dhe me shpërndarjen e çmimeve, por edhe në suazat kushteve të pandemisë, duke respektuar kushtet e pandemisë, mund të ketë edhe promovime gjatë javës së mitingut. Njëkohësisht, në mitingun e poezisë edhe si vjet do të ndahen çmimet Ali Podrimja, Nën Tereza dhe Ylka Domi, e që Kurti me këtë rast ftoi të gjithë krijuesit të jenë pjesë e konkursit.
Të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Këtu merr fund ky edicion i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syriviz.vision.tv. Mirupafshim.